Kur dukej se atletët e bardhë të kryeministrit Edi Rama në samitin më të fundit të NATO-s në Ankara po impulonte pluri, media e njohur amerikane Bloomberg i risolli ata në vëmendje në opinionit publik. Sipas Bloomberg, stili Edi Ramës dështoi të siguronte përpjekjet e Shqipërisë për të drejtuar një samit të NATO-s në vitin e ardhshëm. Kjo ndodhi ditët e fundit në Ankara të Turqisë, ku u takuan udhëheqësit e aleancës. Rama, 62 vjeç, është udhëheqësi kombëtar më i gjatë në botë sipas Guinness World Recorders, me një gjatësi pak më shumë se 2 metra. Gjatë gjithë karrierës së tij, ai e ka vënë pa fizikun e tij me një ndjenjë teatrale, duke përqafuar udhëheqës të tjerë, duke vendosur duart mbi supet e tyre ose duke u gjunjësuar për t'u përshpëritur, shkruan media e njohur për të kaluar më pas tek atletët e bardha. Në Ankara, shkruan më tej Bloomberg, atletët e bardha karakteristikë të Ramës tërhoqën vëmendjen e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, i cili ja tregoi ato Donald Trump gjatë fotografisë së përbashkët. Presidenti amerikan ka qenë her pas here i bestisur me udhëheqësit që nuk respektojnë etikën e veshjes zyrtare, më së shumti kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u paraqit në shtëpinë e bardhë vitin e kaluar me uniformën e tij ushtarake. Për te atletëve të bardha dhe premtimit të Ramës për të rritur shpenzimet për mbrojtjen, si kërkesë direkte e presidentit Trump për gjitha vendet anëtare të aleancës, ky rast nuk është i vetmi i shkeljes së rregullave të një protokolli zyrtar. Vetëm në pak kohë rastet janë disa, gjunjëzimi i shpesht përpara homologës së tij italiane, rasti kur Rama tenton të puth dorën kryeministres japoneze, por për fat ajo e shmang me diplomaci. Apo vizita në zyrën e kryeministrit grek, ku shefi i qeverisë shqiptare kërkoi falje për veshjen e tij jo zyrtare duke ja lënë fajin zyrës së tij të protokollit. Të raste sjellje të Ramës në takime, kryesisht në ndërkombëtare, vjen ndesh me protokollin standard. Gjeste si afrimi fizik me lider të tjerë, përdorimi i humorit në situata zyrtare, veshja ju gjithmonë e duhur në kontekst protokollar, apo gjujzimi simbolik në disa takime me melonin mund të lexohen në mënyra të ndryshme. Për disa, përfaqësojnë një stil të ri komunikimi politik, më të lirë dhe më të lirshëm se diplomacia e ngurtë tradicionale. Për të tjerë, këto sjellje krijojnë një ndjesi devijimi nga standardi institucional që kërkon uniformitet dhe neutralitet simbolik. Megjithatë, të gjithë bien dakord se në diplomaci simbolika ka peshtuese të barabartë me përmbajtjen. Ndaj, edhe një veprim i vetëm mund të interpretohet si qëndrim i shtetit, jo si shprehje personale e liderit. Argumenti pro Ramës se është rebel, është unik, po thyen formalizmat e vjetër, e të tjerë, është i kuptueshëm në një epokë ku politika është bërë më mediatike dhe më e personalizuar. Por duam apo jo, ai bie ndesh me një parim bazë administrimit shtetëror. Rregullat ekzistojnë pikërisht për të mos u bërë subjekt interpretimi individual, prandaj ekziston protokolli shtetëror, i cili është shumë më i gjerë se diplomacia. Por zemra e tij lidhet me marrëdhëniet diplomatike dhe përfaqësimin e shtetit. Protokolli është gjua e heshtur e shtetit, kush pret kë, ku ulet, kush flet i pari, si organizohet ceremonia, çfarë flamuri vendoset, si trajtohen delegacionet, deri edhe renditja e makinave në eskort. Shumë si Rama e konsiderojnë si formalitet bosh, por në të vërtetë protokolli ka funksion shumë praktik. Shmang incidentet shtetërore e politike dhe ruan hierarkinë institucionale pa pasur nevojë të diskutohet çdo herë nga e para, sepse në diplomaci edhe një detaj i vogël mund të interpretohet si sinjal politik. Fjala bie vendi ku ulet një delegacion mund të nënkuptojë status. Fakti që një lider pritet në aeroport nga një ministër dhe jo nga kreu i shtetit mund të lexohet si ftohje. Renditja e flamujve apo himneve mund të krijojë tension real e të tjerë. Në thelb, ideja që qëndron pas protokollit është e thjeshtë e fortë njëkohësisht. Shteti duhet të jetë i parashikueshëm në mënyrën si sillet. Kjo nuk lidhet me estetikën, por me besueshmërinë. Në diplomaci, edhe një gest i vogël mund të interpretohet si sinjal politik. Prandaj rregullat nuk janë të rastësishme, por të ndërtuara mbi provoja historike, ku gabimet të vogla ceremoniale kanë prodhuar tensione reale. Parë në këtë kënd, atletët e bardha të Ramës qëndrojnë midis logjikës institucionale dhe asaj personale. E para kërkon neutralitet, qëndrueshmëri dhe respekt strikt të formës. Logjika personale, sidomos në politikën moderne mediatike, kërkon diferencim, stil, karizëm dhe afrim me publikun përmes gjesteve të dukshme. Këto janë pikërisht ato që kërkon Rama, i cili deri tani ja ka dalë. Megjithatë, pavarësisht se ja ka dalë, tensioni real është aty. Mund ta shmangësh për pak kohë, por e ke përsëri aty. Sapo fama e momentit nis të avulloj. Tensioni nuk është mes formalizmit dhe modernitetit, por mes rregullit të shkruar dhe praktikës së personalizuar. Kur rregulli ekziston, por nuk zbatohet në mënyrë konsistente, krijohet një zonë gri,
ku institucionet perceptohen më të dobët se ata që i drejtojnë ato. Në planin afatgjat, një perceptim i tillë ka ndikim të madh në mënyrën se si një shtet shihet nga partnerët e tij ndërkombëtar, ku në lojë është edhe besimi institucional. Fjala bie, kemi tension gjatë fotos familjar në samitin e Ankaras? Po. Rama u ngrys në fytyrë nga reagimi i Trump, ndërsa ky i fundit e shfaqi hapur mungesën e interesit për veshjen e shefit të qeverisë shqiptare. Madje u duk më shumë se i bezdisur. A kishte tension në përpjekjen e Ramës për t'i puthur dorën homologës së tij japoneze? Pavarësisht se tentativa e tij nuk kishte asnjë qëllim të keq, tensioni ishte i dukshëm. Ishte një moment që tregoi sa delikat është protokolli, kur përplaset me kultura të ndryshme politike dhe sociale. Në kulturën diplomatike japoneze, distanca personale dhe kontrolli formal i kontaktit fizik janë shumë të forta se në Ballkan apo Mesdhe. Gjeste që në Shqipëri, Itali apo Francë mund të lexohen si ngrohtësi, për shembull prekja e shpatullës apo kapja dorë për dore, si në rastin Rama-Macron, afrimi fizik që është më i shpesht apo humori spontan. Në kulturën japoneze, të gjitha këto mund të perceptohen si tejkalim i hapësirës personale ose si mungesë formaliteti institucional. Kur këto shkelen, pikpritësi e zgjedh mënyrën si duhet të reagojë. Mund ta konsiderojë incident diplomatik ose ta kapërcembin diplomaci. Kryeministra japoneze zgjodhi të dytën, për një shmanke shumë të kontrolluar, pa e kthyer në incident. Edhe kjo është diplomaci më vete. Asnjë lëvizje e fortë, asnjë siklet i ekspozuar publikisht, por vetëm një korrigjim elegant i situatës. Ndërsa Rama ishte, si gjithmonë, në vazhdën e stilit të tij personal politik, më informal, teatral dhe fizik në komunikim. Ai e përdor shpesh gjuhën e trupit si pjesë të profilit publik, me përqafime, gjunjësime, prekje në shpatull, afrim fizik me lider të tjerë. Me këtë stil përcjell vetbesim dhe duket sikur u thotë të gjithëve unë jam si ju, madje më i gjati ndër ju. Disa ja pranojnë këtë stil Ramës, disa të tjerë jo. E konsiderojnë keq kuptim protokollin në rastin më të mirë ose ego e somur personale në rastin më të keq. Për të kthyer tek atletët e bardha, reagimi i Trump, i cili i nxitur nga shefi i NATO-s, po e shikonte Ramën për herë të parë me atë veshje, ishte tipik. Presidenti amerikan i bëri gjyq publik homologut të tij Ukrainas vetëm sa i shkoi në shtëpinë e bardhë me veshjen e tij ushtarake. I kërkoi që herën tjetër të vishej me kostum dhe të respektonte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartazi, Trump po i kërkonte zbatimin e protokollit që ndër shumë të tjera përcaktonte veshjen në takime zyrtare. Shefi i shtëpisë së bardhë nuk e toleron këtë. Dhe i reagoi me bezdi kur pa atletët e bardhë të Ramës, i vetmi në atë sallë me një veshje të tillë. Pavarësisht se kryeministri shqiptar korrigjoi këtë të nesërmen kur në takim me presidentin Erdogan u paraqit me veshje zyrtare, kostum dhe kopuc, dhe u si diçka ka krisur në këtë histori. Rama mund t'i vesh atletet sa herë të dojë, por si stil i qëllimshëm që kërkon të marrë vëmendje, duket se po i vjen fundi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.